Sa du mi tregu se qysh mujmi kombinu këto pantollat 3 qereksha ose këto pantollat Capri që janë shumë në mod. Janë të firmës Stradivarius, i kumble tash vonë te TK Maxx. Tash ju jap 3 ide se qysh mujmi kombinu këto pantollat shumë bukur për gjatë verës. Outfitin e parë pi bojmë pak ma thjesht. Unë vjetë pa tableqit ma icën te CA-ja. Këtu në bel është kështu si e pickune, gjithashtu edhe mrapa. Masi edhe këto ju ndalë shumë në mod, tash pse jo ta veshim me këto pantollat. Gjithashtu tash voni kumple edhe këto papuqet te TK Maxx. Edhe këto janë të firmës Stradivarius. E kanë këtë shtiklën e vogël edhe janë shumë të lezetshme edhe tepër të bukura. Kështu që këto trijat sot do mi kombinu bashkë dhe ta kqyrim nëse vendosin ai aksesore se diçka. Kështu që shkoj me outfitin e parë. Ky është outfiti jam i parë. Sa bukur për duket. Këtu te beli është pak ma e theksune. E vendosa këtë qaforen se po më ndaj që përshkojnë me këtë veshje. Edhe këto papuqat kështu. Besaj që pishini. Një outfit perfekt për gjatë dites. Vanojmë edhe këto syza dhe qonten. Dhe kjo është outfiti. Vazhdojmë me kombinimin e dytë. Kum vendos mi vesh këto. I ka këto gjepat të mdhaj këto përpara edhe pëlqen shumë. Këto gjithashtu kum vendos mi vesh me këto balerina që i kum ble te TK Maxx. Janë të firmës Bershka. Kum marrë për 13 euro. Vazhdojmë me kombinimin e dytë. Kjo është outfiti i dytë. Prej këtij momentit po tham që është outfiti jam i preferuar, që sa bukur dal. Kjo bluza është tepër e bukur, sidomos materialin e ka shumë të lehtë, shumë veror. Edhe këto balerinat ose pupat, çdo që i thoni, janë të bukura. Këto lidhset vi bojen shumë më interesant këto balerinat. Aksesor kum vallnu pakës më shumë, kum vallnu këtë qaforen që pa tablete shin. Këto vodh, gjithashtu e vendosa këtë oren Guess, është shumë e bukur. Këto pantollat Capri nuk më kanë pëlqyer përpara asnjëherë, po si vjet nuk e di, janë të mbëqy shumë. Vendosa me shku me këto syzat, një qonë thjesht, pare do, edhe jemi gati me dojë. Shkoj me veshjen e tretë, pjullo surpriz, këqërnje dhe ju se sa i bukur është. Ky është outfiti jam i tretë dhe ky shumë i bukur. Kjo është shumë veror, këtë bluzën e pa tablete shin. I vanova edhe këto rroth të dorës, shumë bukur, përshkojnë me këto ngjyrat. Për syzapi ma i këto ma thjesht. Kjo outfit është shumë i bukur edhe për pushime. Shumë veror. Atëherë ky ke kombinimi jam i tretë. Besoj që ju kum dhënë disa ide se çysh mujmi kombinu këto pantolla. E na shihemi herën tjetër. Tung tung.